Një natë e trazuar e vitit të ri dhe shumë punë për doktorët e klinikave të Shkupit, siç nuk ka pasur viteve të fundit. Qytetar, por edhe shumë të mitur, e kanë tepruar me alkool dhe kanë përfunduar në toksikologji. Ka pasur numër të madh të plagosurve nga armët, rrahjet, piroteknika dhe aksidentet rrugore. Në klinikat e Spitalit Shtetëror, 3 pacientë janë në gjendje kritike për jetën pas rënjes nga një lartësi e madhe. Kritike është edhe gjendja e një fëmije 2 vjeçar, i cili është pranuar me plag nga armë zjarri në kokë. Пациент 30 годишен от непознати причини, явено е за овој пациент дека е пронајден паднат, е во животозагрозувачка состојба, извршено е оперативно лекување на арбетниот столб и моментално се наоѓа на клиниката за интензивно лекување. На неврохирургија е примен 16 годишен пациент од Штип, исто така при пат од висина. Дете со непознати лични податоци од 2 години е примено на интензивна нега со проектил во главата од огнестрелно оружје. I lënduari 30 vjeçar është gjetur i rënë në rajonin e Bujakovecit, ndërsa fëmia 2 vjeçar është sjellë rreth orës 3-4 të mëngjesit dhe për momentin nuk ka informacione zyrtare çfarë ka ndodhur. Ka pasur gjithashtu pacient nga 3 aksidente rrugore, por jo në Shkup. Një pacient e 17 vjeçe nga Tetova ka marrë lëndime të rënda trupore dhe ka përfunduar në operacion. 8 pacient janë lënduar në rrahje. 6 me lëndime më të lehta janë lëshuar në shtëpi, si dhe 1 me plagë të sipërfaqshme nga thika, ndërsa një qytetar i Shkupit ka hyrë në operacion me plagë nga armë zjarri në Bryl që e kishte marrë në Prilep. 8 persona u lënduan nga piroteknika, përfshirë 2 fëmijë, 12 dhe 13 vjeç, që u operuan, si dhe një burr 69 vjeç me plagë në parakrah dhe dorën e majtë. 31 persona gjatë natës së vitit të ri përfunduan në toksikologji sepse e tepruan me alkool. 13 janë të mitur, ndërsa pacientja më e re është 14 vjeç. Të gjithë janë lëshuar në shtëpi. 31 наш сограѓанин во текот на изминативе 12 часа завршија на нашата клиника. Најмладата пациентка е 14 годишна, најстарата повторно пациентка е 44 годишна. Од овој број 13 беа малолетни. Според половата структура 21 имавме од машки пол и 10 од женски пол. Natë e trazuar ishte edhe në spitalin e qytetit. Pranuan gjithsej 19 pacient, 8 me lëndime nga rrahjet, 4 nga aksidentet rrugore, 6 nga piroteknika dhe 1 në gjendje të dehur. Ако може да има добра страна која се работи за повреди, тоа што се помал број се малолетни лица во однос на повредените. Така да во сообраќајката имаме само едно малолетно лице, 5 годишно дете кое што е повредено. Во однос на петардите имаме само 2 од малолетниците, загрижува тоа што да речеме најстариот од повредените со петардите на 57 годишна возраст, малку чудно. Doktorët palemrojnë se numri I të plagosurve gjatë natës së vitit të ri është rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e mëparshme dhe disa nga rastet lidhen me gjendjen e dehur. Organet hetuese po përcaktojnë rrethanat e incidenteve më të rënda.